Përshëndetje Prishtina Ali, faleminderit krejtëve që keni zgjedhur me shqyqo se me ndëgju një episod tjetër të Prishtinë Podcast. Këto në studio me mua sot e kemi Nora Logja Saçio dhe Valdat Saçio. Faleminderit të dyve që keni ardhur dhe na keni nderuar me prezencën e juaj. Faleminderit për thirrjen. Mirë që jemi këtu. Këtë episod kemi dashur me ndoa komplet ose me dediku rreth disa temave të ndryshme, po gjitha ndërlidhen me juve dhe me histori që mundoni më na i tregu. Kryesisht rreth familjes Saçio, një familje shumë e njoftën edhe shumë e folën gjithmonë në kontekstin e trashëgimisë artistike që e kanë lënë ose që vazhdoni me e lënë edhe jo tash sot e kësaj dite, edhe gjithashtu rreth Prishtinës vjetër, Prishtinës të kujtimeve që i keni jo, domethënë këtë Prishtinë që e mbani mend, edhe jetës juaj. Kisha pas qef ndoshta me fillu me familjen edhe me ju pyet se me ditë më mirë dhe ndëgjues kush janë artistat ose artistet që kanë ardhur prej kësaj familje. Faleminderit edhe një për thirrjen, po unë jam prej familjes Saçio, e cila ardhën e ka prej Shkodrës, diku ka mesi i shekullit 19, 1850, kanë ardhur 3 vllazën, sipas tregimit që na kanë treguar të vjetrit. Edhe një vëlla ka qenë Gjakov, një në Pej edhe një në Kaçanik. Në Gjakov e di se kanë qenë Kazazit, se kjo familja është Kazazit, në fillim ka ardhur si familja Kazazit për Shkodrës. Po. Edhe ky i cili ka ardhur në Pej e ka pas emrin Mehmet. Edhe ai pari ka marrë zanatin, edhe prej Mehmetit e këtej e ka në bazë zanatit Saçio. Po. Kurse në Gjakov ka mbet me Kazazi, edhe familja që është më afërt me neve ka qenë Abbas Kazazi ka qenë guvernatori i Bankës Kosovës i ndjeri dhe i ka tash edhe 3 djemt, 2 i ka në Itali dhe 1 këtu, Gzimi Afrimi atje dhe Luli këtu. Edhe diku ka viti 1959-60, baba im Gjaviti vendos më ardhë në Prishtinë. Pse bash atër ka vendos? Për shkak se që atër është hap dikur teatri atër ka pasen krajnori i Kosovës, edhe shumica e aktorëve kanë qenë prej teatrit amator të Pejës. E baba im, Gjaviti, ka qenë pjesë e teatrit amator të Pejës, edhe do të thonë shokët e tij Ragip Logja, Malo Gami, Istra Begolli, Kada Mahir, jo Mahir po Masar Kadiu, Edhe kështu që edhe ky e ka ndisi pa kom që marrë në Prishtinë dhe e ka marrë mas pari një dyqan kur është vondarja e pasunisë në Pej, që për atë kohë ka qenë mjaft gjë e bukur, se janë ndarë, do të thonë vllazërit e motrat. Edhe ky ka thonë s'po du kush veç më Pej, mu veç ma mundsoni me hap në një dyqan në Prishtinë dhe e ka hap mas parë ka qenë atë rrugën e ka pas emrin Aleksandar Ranković. Rruga e cila tash ka shku përpara, ka shku deri te posta e vjetër. Tash është ajo rruga që shkon te Kuvendi edhe shkon te rruga UÇK. Po. Që aty te kush e din kjo qevatura Tara, Sarajeva, çati. Divanjolli më duket ka qenë më përpara. Divanjolli ka qenë rruga UÇK. Okej, po. Agja Besim, do të thonë Besim Saçio, ka qenë i vetmi që nuk ka qenë në dyqan, se kanë qenë 4 vllazën dhe ky i pesti, s'ka pas vend edhe ka pas edhe prirje për shkrim shumë. E mbajnë mend se tregojnë që ato shkrimet e tij se përpara ka qenë në gjuhën serbe, kanë qenë shumë të bukura edhe ai profesori i tij
e orienton me shku në Beograd me studiu literaturën e jashtme, që shpejt quajnë tash letërsia jashtme, letërsia botërore. Edhe pastaj punon në rilindje, një kohë, dhe dikur më vonë, ka vitet 70-ta, vendos me studiu regjin në Zagreb, edhe pastaj vjen edhe diplomon në Prishtinë, bile kom një fotografi këtu ku e ka temën e diplomës, e ka një pjesë të Mesha Selimović, e quajtur Dervishit e vdekja. E kjo është inqizu afër shtëpisë tonë, ku është tash ajo shtëpia e bukur që ka qenë Akademia e Shkencave. Ajo shtëpi ka qenë e 2 vllaznive, të cilët kanë shku në Turqi. Edhe këtu e ka bo atë, do të thonë, Agja Besimi ka bo atë temën e diplomës, edhe mandej fillon me karrierën e tij si regjisor. Ma vonë djemtë e tij Besniku edhe Bekimi shkojnë në Angli, Londër, si shumica e Prishtinalive, shumë kanë shku në Londër. Kur ishim e Londër para 2 vjetëve, tash këtu pas ka Prishtinalisë si në Prishtinë. Edhe atje Rita, vajza e vogël, e cila ka qenë gjallë gjithmonë. Elena e madhe ka qenë pak ma e urtë, kjo ka qenë gjithmonë gjallënike, që thojnë. Edhe ajo fillon karrierën me muzikë, dhe tash e dim Rita Saçu. Është interesant se Agja Besimi e ka pasur ke pse duhet na me mbajt tash me Saçu, me atë vjetërën që kemi pasur për Turqisë, kur mundë me bo ora. Kështu që ata atje në Londër e kanë bo Saçu ora. Kur po flasin për Besimin, do me thonë jemi të folë për një person që ka qenë regjisor i filmave, i teatrit, i emisioneve televizive, ka qenë shumë i njoftën edhe shumë i sukses, shumë ka fituar edhe çmime nëse s'gaboj me një festival në Beograd. Edhe në festivalin Pula, që ka qenë Jugoslave, edhe e ka fitu vendin e parë, nuk më kujtohet se ka pas emrin ajo, po në Beograd, për film të shkurt. Filmi i tij 117 ka qenë film shumë, edhe është ende, po për atë kohë, po flas për shkak se e ka tregu jetën e shqiptarëve, atë koezionin që kemi pas në kohët e vjetra, posaçërisht mu më pëlqen shumë fundi, nëse e shiqoni këtë filmin 117, është vargu i pandërprer i fëmijëve që shkojnë në shkollë edhe i kalojnë ato lumejt e vegjël, ato prockat për me shku në shkollë. Kjo është një simbol, kjo është një që e ka japë në kohën e Jugosllavisë, që na së ndalëm, se na jemi shumë popull i fortë, kemi mbjetu shumë fortuna në histori, pra kemi me mbri, kemi me shku që shka thonë intelektual sërb, ka thonë, ju kemi marë pusht në vitet 50 që ka qenë reakcioni i pushkve, po ju kemi dhonë një armë dhe mas fort, shkollën. Aja ka qenë, për neve për shqiptarët ka qenë shumë rëndësi shkollimi. Me sa e di ka qenë edhe ky filme i Era dhe Lisi, që ka qenë shumë i njoftën vitet 1979. Era dhe Lisi tregon për atë aksionin e armëve. Ato ka temë. Për çfarë temë? Vitet e 50-60, kur Aleksandar Ranković ka qenë ministri i punët brendshme, i policisë, atëherë kanë bërë një aksion të tmerrshëm, të mbledhjes
kinse të mbledhjes së armëve ilegale të shqiptarët, ajo ka qenë metodë për me i dëbu shqiptarët, me i friksu dhe me i dëbu, me i në Turqi sa më shumë. Kom dëgju që ka pas dhe familje që për shembull nëse s'ke pas armë, ti e ke ditë që kanë më ardhur me të lyp armë dhe je duft paraprakisht me shku me gjetnje ose me bleq apo di, që kur vinë me ta kërku ti me pas çka me dorëzu. Ashtu është. Në cilin vet ka ndru jetë, nëse muj me pyet? Agjabesim ka ndru jetë në 2006. Okej, do me thonë edhe Nora keni pas rastin me u njoftu me to edhe çfarë personi ju ka dok? Ai ka qenë intelektual i vërtet. Ka qenë njëri shumë zotni, njëri i edukum, i shkollum, edhe ka qenë shumë i informum, që sa herë kemi shku me vizitu atë edhe Tezëmbes ose Ingjëmbes, që thojmë, gjithmonë ka qenë kënaqësi me i vizitu edhe me ndigju storjet e tia. Unë normal si nuse në familjen sa që e kom njoft shumicën e familjes, se jemi shumë gjatë jemi bashkë me Valdetin. Që sa vjet? 37 vite që jemi bashkë. Wow, sa bukur. 36 vite që jemi martu. Ma shumë kemi tash që jemi bashkë, se që kemi qenë me familjen. Po bashkë ashtu Vivian. Kështu që sa herë tregojnë këta ndonjë histori në familje e mundon me më thonë, jo, kjo është para teje, e unë ju rikujtoj që jo edhe në çat story kom qenë këtu se shumë moti jam këtu, kështu i kom ndi gati gjitha tregimet e tyne. Po, me Agjenbesim e kemi pas një raport shumë të aftë dhe shumë special, edhe sidomos Valdeti me te. Po edhe unë me Agjenbesim edhe me Tezëmbes, edhe ende jemi në kontakt me Tezëmbes, normale respektoj edhe du shumë, se dhe ajo është një grua e cila është shumë e afërt edhe na don ne edhe më ka afru mu si nuse në atë kohë më ka afru shumë. Ajo gjithashtu ka qenë shoqe e gjeneratës me babin tim më pej, kështu që lidhjet e familjes ta me familja Logja, me familjen Sahaqiu shkojnë shumë ma herët se që jemi njoftun edhe Valdeti, se Valdeti e përmendi teatrin amator të Pejës, në teatr ka qenë edhe Ragip Logja i cili është agja i babit tim. Mandi Nureddin Logja që është skulptor edhe skenograf, edhe ai ka qenë agja i babit tim. Edhe ka qenë gjenerat me Agjenbesim, kështu që kanë pas lidhje shumë të afërta familjare, edhe mandej edhe normal kjo miqësia ka kaluar në një nivel tjetër kur jemi martuar edhe Valdeti, po i kemi mbajt ato lidhjet e familjes. Do të thonë jeni të dytë prej familjeve të artistave dhe tash ju jeni bashkë dhe po e vazhdoni që ato. A keni pas ndonjëherë lloj konflikti artistik, nëse më thon diçka? Vetëm rreth shijeve zakonisht. Po dhe ajo është gjithë nuk na përshtaten shijet. Po për shije e kemi bri ata që kur nuk pajtohem që s'pajtohem, edhe në rregull është. Agree to disagree, tamam. Agree to disagree. Po prap me Valdetin, se për shembull dyqanin që e kanë qendër të Prishtinës, 2 herë kom ridizajnu unë me dëshirën e Valdetit, domethënë jam angazhu shumë edhe me interierin e dyqanit Anker, i cili është dyqani që e ka kriju baba i Valdetit, edhe që po e trashëgon Valdeti, edhe që 3 fëmijët tonë kanë marrë një pjesë zanatit aty, edhe ata kanë punu kur kanë qenë të vegjël si fëmijë, në kohën e pushimeve verore kur ishin më të lirë, pri shkollave, shkojshin dyqan te babi vet, edhe ata e dinë, domethënë ata janë gjenerata e 5 e Sahaqive në familje, nëse muj me qujt kështu. Vazhdon tradita për 5 gjenerata në familjen Sahaqiu. Po tash fëmijët tonë edhe kanë marrë një drejtim pak më ndryshe, po edhe prej tyne po vazhdon arti, domethënë në këtë gjeneratën e re po vazhdon arti. Të 3 fëmijët tonë janë mjaft artistik, të fillu prej Nolit, po prej Nolit, e Vestës edhe Lisës. Lisa me emrin Sahati, kjo e vogla. Po në mosha të ndryshme ju ka dalë ai delli artistik. Vajzat kanë qenë shumë artistike prej fëmijërisë së hershme, e Noli ka qenë ai i cili gjithmonë ka qenë i fokusuar mbas kompjuterave, mbas softvereve, teknologjisë, edhe mbas lojnave, video lojnave, po gjithashtu kur kemi pas ndonjë ngjarje në familje, ai ka qenë DJ i familjes. Domethënë ka pas atë dellin për shije të mirë në muzikë edhe shije të mirë në art, që edhe ai ka qenë një artist, po e ka shprehur në mënyra të ndryshme. Përderisa Vesta ka qenë artistike më shumë në artin e aplikuar, ka vizatu bukur, ka bë video të bukura, edhe Lisa tash po del që me muzikë, me arte, me instrumente, kështu që janë kombinu, sigurisht gjenetika kështu shfaqet, është e mrekullueshme edhe shfaqet në këto mënyra në edhe Lisa ka marrë këtë emrin artistik Sahati pa na vetë neve, pa ndikimin tonë. Vetë ka zgjedhur. Po, tha që kjo është emri jam artistik. Wow. Okej. A më shumë e bukur, domethënë si zgjedhje. Mund ka pëlqyer shumë kur e kom pa edhe kom thonë çfarë ide e mirë, se domethënë ajo tash
pe vazhdon që traditën edhe nëpërmjet çati stage name tash mi thon tamam. Vetë fakti që si mbiemër Sahat Qiu është shumë vështirë me shqiptu jashtë Kosovës. E kam pas edhe unë problem gjithmonë kur kam punu me organizata të huaja, me OKB-n etj etj. Kështu që edhe Lisa e ka patë edhe gjatë shkollës mesme që ka studiu në Kanadë edhe në fakultet. Kështu që ka zgjedhur që mos me ik krejt prej mbiemrit Sahat Qiu, po vetëm me shkurtu që me qenë pak më artistik, më e lehtë për njerëz me e thirr. Prandaj edhe ka zgjedh një më duket një zgjedhje të mire ka bë për me mbajt atë lidhjen me mbiemrin Sahat Qiu, po me qenë më e lehtë pak edhe më artistike. Kur po flasim për zanatin e orë ndreqës, do me thonë tash me përkthy tamam, çka është si zanat ose a keni qenë të parë, do me thonë që e keni bon Prishtina, ka pas edhe Ka pas, por në atë ku disa prej atyre zanatçive, pa të fillu me shku në Turqi. Këto në atë ku kur ka ardhur babim, kanë qenë 2 ose 3 Sërb, do të thonë ka qenë një farë jo pas në arruar, Karakushević ka qenë njeni, po, edhe kanë qenë diku një 4-5 shqiptarë, po disa për të një patër shku në Turqi. Kështu që kur ka ardhur babi, e ka pru një kvalitet të ri në Prishtinë, edhe dyqani I parë ka qenë që të rgohen atë rrugën aty ku është ku ka qenë. I thëshin shumë pak e din që aty ka qenë edhe një treg I vogël. Treg I vogël tash I bjen ditën atë ku ka qenë aty kafiqi, pak më këndej, ka qenë një treg I vogël I cili edhe ka pas një fushë të basketbollit. Që u met si amfiteatër tash është që si amfiteatër, po është këndej prej kino Rinis, anën tjetër, edhe e kanë qujtë pazar I vogël. Aty është bo pazar të martëve, edhe janë lujt lojnat, ka pas fushë e basketbollit, edhe këto të boksit janë bajt aty. Kështu që ka qenë pratë ko, ka qenë si një qender, si korz. Po, diku ka vitet 66, nuk këtë 7, ndërtohet posta e rej, edhe ndërprenat lidhen me atë pjesën tjetër të kortës, në fakt. Edhe kështu që babi vendos me ndru dyqanit, se aty ka ra, doktor, është ndalja ajo pjesë edhe e ka marrë tash ku jemi në rrugën Nën Tereza aty. Aty ka qenë një pjesë ku aty ju ka duke mirë, dhe tash jemi ende aty në atë pjesë. Po shumë moti është aty dhe domethënë diku në vitet 68-70. 63-4. 63-4. Se mund kujtohet si fëmijë, megjithëse unë jam rritur në Mitrovic, po në mes Prishtinës e Pejës ku I kam pas gjyshnitemi, gjyshi dhe gjyshja kanë jetu bashkë aty në qendër të Prishtinës, përpara I kanë thonë te Sollidi, tash është aty afër restoranit Margo, edhe gjithmonë si fëmijë kom shetitë në qatë lagje, edhe kom shku te një dyqan I orëve dhe gjithmonë ju afru aty te dyqani I orëve, si janë shkallët, edhe si fëmijë vogël më kujtohet që u afrosha në dyqan edhe kisha orët e Sahat Qive, orët e ankerit. Nuk ma ka marrë mendja që mas sa vjete kom u martu me Valdetin, po si fëmijë kom qenë fascinume me ato, me orë që I kom pa aty në vitrinë. Domethënë ai dyqan është shumë moti aty edhe e din edhe është një lloj I simboli qytetit, si me thonë landmark I qytetit, ku të gjithë e njohin, domethënë ka qenë moti edhe e kanë mbajt standardin, e kanë mbajt nivelin edhe Valdeti po vazhdon me zhvillu edhe me mundu me Norën bashkë me Bokër kemi renovu dyqanin, me mbajt stilin që me u duk, edhe pse kemi totalisht e kemi renovu, po me qenë atë frymën e vjetër, kështu që mu si pronarë më bjenë shumë mirë kur vinë njerë që s'kanë qenë një kohë gjatë, thojnë, pas kanë vetë që këtë dyqan që shukon. Sa interesant. Atë me pas atë ndjenë që s'kanë ndryshu shumë. Tash këtë rrugën ku banoni jo, nëse moj me tregu tamam, edhe ku e keni edhe një lokal, edhe e bisedojmë ma vonë ma shumë, po
si arkitekte tashmë është edhe mundesh më na tregu më shumë, po ajo si rrugë ka, masi po folim për ndryshime, ka pësuar një ndryshim tepër të madh. Më ka ndodhur një herë që kom postuar një fotografi, domethënë një natë të fol për rrugën te Sami Froshi, sa të kulla, çaj rrugë tash s'pedi me emër, qysh Tash është Ibrahim Lutfiu, ka qenë Nazim Gafuri, tash është Ibrahim Lutfiu, Miladin Popović ka qenë më herët para luftës, kështu që e ka ndruar emrin disa herë, po është çaj rruga kryesore e lagjës vjetër të Prishtinës apo zonës historike, rruga për Gërmi. Në ditë kom postuar një fotografi që është kogja e vjetër edhe kom bërë si para dhe pas. Edhe më kanë komentuar do njerëz, domethënë që janë kështu të Shqipnisë, dhe më kanë thonë që mos është Prizreni. Domethënë se çat shumë i ka hub Prishtinës çajo imazhi se në fakt njëjtë edhe na çat arkitekturë kena pas. E po mendoj si arkitektet, çka mendon që ka qenë gjyna, nëse moj me thonë taman, kështu në qatë rrugë që ka ndodhur. Jo vetëm qatë rrugë, po edhe në lagjën Maçigjanën përgjithësi prej luftës dytë botërore, këto gjunahe e kanë vazhdu të kohë në shpinë të Prishtinës edhe në shpinë të trashëgimisë kulturore të Prishtinës. Domethënë, dihet që menjëherë mbas luftës dytë botërore ka vazhdu në mënyrë sistematike dhe të organizuar zhdukja e monumenteve të vjetra historike, posaçërisht ato të kohës otomanëve ose janë minimizu ato që kanë të bëjnë me ilirët, me shqiptarët edhe me etnicitetin shqiptar. Po mbas luftës së 99-s, mu po m'vjen gjyna, se është gjyna mbi gjynahe, që na vetë shqiptarët nuk kemi bë më shumë, të fillu prej qytetarëve e deri te institucione, që s'kemi bë më shumë që me u mundu me i rujt objektet e trashëgimisë kulturore. I dim tash kanë mbet shumë pak monumente, edhe pse thuhet që në listë janë mbi 100 e kusur monumente, por shumica prej tyre janë shtëpia private, shtëpia të vjetra që ende kanë mbet në pronësi të njerëzve të cilët i kanë mbajt ato me gjenerata, po si institucione publike, xhamiat, kishat, hamamet, që momentalisht tash është e ki një sahat kull, edhe e ki hamamin aty afër në pjesën e vjetër të qytetit, edhe i ki 3 xhamiat kryesore të cilat gjithë turistat vinë me i pa që ato 4-5 objekte që i kemi në zonën historike. Kështu që është mëkat edhe unë si arkitekte, po besoj që edhe shumica prej qytetarëve të Prishtinës, që kanë jetu këtu me gjenerata dhe familje që kanë jetu në atë kohë, se në kohën e qendra e fillimit të Prishtinës si qytet ka qenë që aty. Që ajo ka qenë qendra e vjetër e Prishtinës. Po është lanë masdore, që është prej, nga dalë mas luftës dytë botërore, e ka vazhdu edhe mas viteve të 99-ta, edhe mas 2000-tës, e tash ka fillu gradualisht me ju rikthy pakës vëmendja. Jemi shumë të lumtur, unë tash në anën tjetër, jam shumë e lumtur që kemi mbri edhe me lokalin që e kemi në aty, një pronë që e kemi, lokalin Lavjers, që po i quajmë galeri edhe muze, që kemi mujt pakës me ja gjallnu atë pamjen e asaj pjesë të vjetër qytetit, që ende habitën njerëzit që ekziston një lokal i tillë në çat pjesë të qytetit, si janë mësuar me pas dyqane të vogla, lanona mazdore, biznese të cilat janë pakës më të thjeshta, jo shumë bashkëkohore dhe jo shumë mainstream, si po i thonë tash me këto bizneset e reja. Po na jemi mundu që me çat lokal me kombinu të vjetrën, traditën e vjetër, edhe traditën e familjes, prandaj edhe këtë vibe edhe emri Lavjers vjen prej orëve, prej Lavjersit të orëve, edhe këtë interieri dhe dizajnin të cilën e kom punuar bashkë me djalin tim, edhe kemi pas një arkitekt e cila na ka ndihmuar në fillim, po mandej kemi vazhduar na, e kemi bë krejt me temën e orëve. Edhe nëse vini aty brenda, është një muze të orëve, aty në koleksion i familjes Sahaqiu, që janë mbledh me gjenerata, edhe të cilat përveç orëve po kombinon shumë mirë me ekspozitat e pikturave të artistave të ri, domethënë ajo e vjetra po bashkëdyzohet me tren, edhe kur i shehti këto kombinime të vjetrës, të res, edhe të nomadëve digital që vinë me punu në pjesën e workspace-it, është një mix shumë i bukur, cilin jemi mundu me qit në zemër të Prishtinës vjetër. Edhe keni bërë një punë shumë të mirë. Mu ka rrua platar më ardhë në Lavjers, edhe gjithçka është, domethënë, tepër bukur edhe orat, domethënë vetëm me ditë edhe për ndëgjuese, dikush se ka po janë tamam këto kanë emër të murit. Po, të murit, tamam çato. Se mu ka habit që shumë njerëz nuk e di çka do të thonë Lavjersi. E po duhet më thonë anglisht pendulum. Asë se pas di. Lavjersi është ajo që lëviz ai pendulum anglisht i thonë. Edhe kur e vendosi Noli, djali që më ja qit emrin Lavjers, unë thash, "Okay, kisha disa orë vjetra në tavan që
me ka 20-30 vjetë që si kom dresh të mijat, atëre i hina edhe një 2-3 muaj i regullova dhe tash janë aty të vendosën edhe punojnë se cila janë mekanike, që kjo është ajo lezeti i këtyre orëve. Edhe, po du me hi pak të që ajo lagjet që aty. Shtëpia jonë është me njëre afër aty, do të jemi e para shtëpi te që ajo shtëpia vjetër që ka qenë Akademia e Shkencave. Edhe është interesant si që ajo shtëpi, komuna e atëhershme, do të thonë 2 vllazën, të cilët nuk po kujtohet të mbi emri, po janë kushërit të domanikëve të Prishtinalive të vjetër, edhe prindë mi kanë pas shok, njëne prej tyre jashet babës, e tjetëri do me shit dikuj privat, po komuna e Prishtinës, nëse edhe tash ekziston ligji, nëse e vlerëson se i duhet një objekt, e ka drejtin e paravlerës. Edhe komuna e Prishtinës ka thonë, na kemi me objekto. Po natyrisht çmimi si duket nuk ka qenë i volitshëm për shitsin. Edhe një kohë nuk e ka shit, po dikur s'ka pas që ka me bo dhe ja ka shit komunës. Ajo që është interesante është se komuna e Prishtinës, ose që ka po di unë atëre shteti që ka qenë, po flasim për pjesën historisë kur ka qenë komunizëm, socializëm, e vendosë me rëgjohat shpinë e vjetër, deri në Rafsh, edhe ndërton të njëjtën ashtu që shka qenë. Shumë pak njërë të dinë. është rindërtu. Unë e mbajnë me kur ka qenë e vjetër, aty ka qenë një dyqan, e rëzojnë krejt, edhe rindërtojnë. E kanë pas edhe Kapigjikun me... Po, ne kemë pas Kapigjikun, të më tonë për para që shkanë shku. Kanë qenë këto 2 shtëpia. Kapigjikat kanë qenë shumë. Kapigjikat i thonë kapi e vogël, do më tonë Kapigjik në turqisht i bjen dere vogël, që kanë shku prej kushisën kushi. Edhe na kemi pas me aty, do më tonë lidhen me atë shpi. Po, edhe përveç a gjizbesim, që ka është interesant, është se me qenë se jemi të ngjitur, jemi komshit parë, qaq shumë gjirime janë bon këtë objekt për para se me u transferu tash në se tash është pjesë e institutit për të ish-burgosurit politik, po derisa ka qenë shoqata e ish-burgosurve politik, po përpara janë incizu shumë emisione kulturore, emisione të bukura të muzikës, në baza javore na kemi pas aty jo ansamblin Shota, jo ansamblet e ndryshme, jo këngëtarë të ndryshëm që kanë ardhur në Obor, ka qenë Obor i bukur. Për mbrojtjen e monumenteve, Instituti për mbrojtjen e monumenteve. Mande është bo Akademia e Shkencave, edhe atëre ka qenë shumë e vizitume edhe ka pas turista që kanë vizitu aty edhe kështu që po ka qenë shumë e gjallë ajo pjesë e qytetit, në fakt ka edhe që ajo objekt ka qenë një prej atyre që e ka gjallënu qytetin, por përveç atij i përmendet i gjimnazi i Prishtinës, tash gjimnazi Sami Frashër, Elena Gjika, shkolla Elena Gjika mbrapa, të cilat ende i mbajnë ato simbolet edhe ato elementet e arkitekturës së vjetër, arkitekturës historike. Edhe gjithashtu edhe në shtëpinë tonë të cilën tash jetojmë, njëna shtëpi e cila shihet te rruga, ajo shtëpi është më e vjetër se 150 vjet, ka më shumë se 150 vite. Ajo nuk ka ndonjë detaj kush e di sa të rëndësishëm të arkitekturës asaj kohe, po me vetë faktin që ende është në qerpiç, domethënë është arkitekturë origjinale e ndërtume, aty kanë jetu mas pari familjas e Valdetit, mas pari aty madje kanë ndërtu shtëpinë e re mbrapa. Kështu që ajo shtëpi është gjithashtu e ka një vlerë, jo vetëm vlerë emocionale për familjen, po edhe vlerë historike, sepse ka mbet një prej objekteve të ralla, të trashëgimisë kulturore në atë lagje të Prishtinës. Mu kujtohet nëse ki qef me ndëgju jeta kur jemi arë aty mas parë. Se na kur jemi arë prej Pejës, kemi qenë me qira në rrugën ku është tash Baram Kelmendi. Aty ka qenë një lum i vogël, i thëshin Reka. E na kemi pas aty të ku shkon prej shkollës Elena Gjika për në park me shku atje. Dhe lusha që në Udhkryq të Baram Kelmendi. Aty ka qenë familja Preka.
Nga ky moment e tutje ka disa probleme teknike me audion. Kërkojmë ndjesë dhe ju urojmë dëgjim të këndshëm. Unë jam të umunu me fotografu qatë shpisë, është që e the di. Që aty bash, pjesën e mbrapme, na kemi pasë në fillim kur jemi orë për pejes në Prishtinë. A ka qenë edhe kjo fotografi aty që ka jetua jo, nështë e ku përzini fotograf. Po nisë. Ku kujtot, po na kemi qenë fillimisht aty dhe mund kujtot kur ka qenë Reka aty. Po, edhe shumë njerëz tash kanë qenë dy lumejt veç, nuk ka qenë ta lumejt dhe një ka qenë aty te mbrapa tregut, rruga që shkon, edhe tjetra këto. Dhe tash i kam disa njerëz, dëgjoj disa njerëz që thonë ka nostalgji me i bo lumet. Nuk është e mundur me bo se ato s'kanë qenë bashkë lumej të mdhej, sikur që është Pej, që është lumi Bistrica, ose shpejton tash e ka një emër ndryshe, ose në Prizren, ose në Gjakov, Drini që është në Prishtinë nuk ka pas, këto kanë qenë shumë të vogla dhe edhe ma vonë dikur ja kanë nisë me i gjujtë bërlog. Nuk është realistike me i bo ato, po më kujtohet shumë mirë kur kanë qenë ata dy lumej. Mandej dole me blenë babe që të regova që të shpinë që të ofër të Ish Akademisë Shkencave. Edhe është interesant se kur kemi dole aty, ka pas qaq pak kjere, që na lujshin fëmijët aty, aty ka pas edhe shumë do të thonë shtëpiat që s'kanë qenë shqiptar, ka pas sërb, ka pas kroat, ka pas bosnjak, turq, edhe na gjithë lujshin bashkë. Edhe do të thonë çfarë pak kere ka pas që na lujshim për shembull futboll, do shim ndalë se po vjen një kerë. Kaloj ke kerë, po vjen një kerë se lujshim ndërmjet dy zjarreve aty te bashkë të Lavjerës, aty ku është xhamia e vogël. Edhe më kujtohet edhe kjo hamami. Unë e mbaj mend, do të thonë kom qenë shumë i vogël, kur jemi shku me u la në hamam. Do më thonë, më kujtohet, unë si duket shumë i vogël, kom shku me nanën, edhe janë da, njën janë konë gratë me fmi, njën janë konë burrat. Po, do më thonë, ka qenë deri viteve, që ka pëdi unë 63-4, ka qenë aktive ai hamami, ka punu. Edhe mandej, po du me dalë të kjo. Paramendoni, në atë kohë e kanë rindërtu qëtë objektin që ka qenë Akademia e Shkencave, edhe në mundu me i mbrojt trashëgiminë e kulturës, e na për fat keq në kohë të fundit nuk kemi atë qysh me qujt atë vetdije, atë mendësi për me i rujtë. Më kujtohet kur e rregullon rrugën aty te dyqani, rruga Nën Terezë, se ishin t'u bo gati për shpalljen e pavarësisë. Na e dishim, pavarësisht që ka me u bo qatë ditë, edhe ja fillun me bo, po në atë rrugë, krejt drejt kanë qenë bli. Në fund të muajit qershor, krejt rruga i Vikera, bli, qaq bukur. Kur fillum ta me rindërtu ato, e hin me bagera të mëdhaj, edhe ai bagerët është gjigant. Ka qenë asfalti i madh i viaduktit Zagrebit, diku një 30-40 cm, mandej që thëshim kocka, gurt, ish Jugosllavisë, mandej kaldërmi i Turqisë, e tek poshtë krejt ato e preshën për me mujt me bo prap çka, po ne e vishin zallë. Do të thonë ka pas shtresat historisë. Tre kusur shtresa që ti e shishe tamam periudhat e ndryshme historike si janë ndërtu, e nën ato shtresa mandej kanë qenë instalimet, do të thonë instalimet e kanalizimit të rrymës së çka u bë ato rajnë aty në disa shumica. U damtun edhe u vëshkën ato pemë.
del njëri komunës, thot, jam plak. Jo, da ato janë me shumë fjatë, Juka s'ka dua fati. Juka s'ka dua fati plive, çfarë s'ka dimit, që në disa që kanë qëndru janë ende gjallë. Po, edhe janë karakteristike për Prishtinë, kështu, edhe shumë pak kanë me jetë. Po, edhe rrugën tonë janë bile njëna u prisht të shtëpia jonë që këte ku banojnë. Unë e mora edhe shkova e bljeva një bli edhe e mbjella. Vetë me iniciativë tërë, që më shme ndru që pra bli. Masi po flasim për rrugën të, do me thonë, fillimi sheshe, do me thonë, të shkotën sheshe, a mundën e me nga tregu ma herët që e bisedum që shka qenë tradita, për shembull me dojlë edhe me hec në qatë pjesë. Kurse, Nora, si jam bërë me në pak kurse. Jo, e mbajnë mend edhe kur kanë Mënde e mbajnë mend që kanë lëviz edhe kerët, aty se gjatë ditës kanë lëviz kerët, a rrugë nuk ka qenë ndërpreme për kere, dhe po gjithashtu është përdorë si shëtitore natën, që prej orës 6 apo 7 në mami është mbyll, dhe deri në 12 natës ajo ka qenë shëtitore. Kështu që qyteti nuk e ka ndalë se funksionuarin atë kohë, edhe pse janë ndalë kerët, sepse kanë qenë kohnat kur janë ato orët ma intenzive të bizneseve, dhe më dhe nuk janë dëmtu bizneset e njerëzve, por është respektu komunikacioni edhe lidhja me makina, edhe ma din mramja është bo pjesë e shëtitores, që ndonjëherë nuk është ratioja e organizimit edhe planifikimit urban të Prishtinës, është e çuditshme me thonë, mas me thonë diçka tjetër, po të ndërprerë arteriet kryesore të qyteteve dhe të bllokohet qyteti për një aspirat apo për një vizion që në të ardhmen dikur mas 20-30 vjetë do të kemi ma pak makina ose ma pak kere, është shumë e arsyeshme, po qese nuk cungohet edhe nuk cënohet lëvizshmëria e qytetarit. Se qenë rrugë të reja, transporti publik, sigurohen gjitha ato lidhshmërit, ajo është shumë racionale, por të ndërprerë arteriet, pa u siguru mas pari, transporti publik, lidhja e qytetarëve, edhe lidhja e qytetarëve me banesat e veta, ku ata kanë jetu të njëtën, është sendë jo racional. Por nëse se u futa unë në emocionet e planifikimit urban dhe të arkitekturës, po t'i kthehemi Korçës Prishtinës. Kultura e Korçës ka qenë e njoftun në shumë qytetet në Ballkan, në shumë vende ka qenë, po e mbajnë mend edhe në Mitrovica që ka qenë Korça, edhe në Tej, edhe në Prishtinë. Kështu që e kom përjetuar edhe Korçën e Prishtinës, kur janë bërë rendet e vajzave dhe djemve dhe familjarëve, të cilë kanë shëtit, kanë shku prej fillimit të sheshit në Antares deri poshtë e Grande dikun, atje mandej nuk ka pas Korçë, vetëm deri te Grandi ka qenë Korça, edhe janë kthy mbrapa mandej. Edhe ka qenë e njoftur në Prishtinë se i ka pas vend takimet për qytetarët e Prishtinës, për rinin atëherë, nga një dru ka qenë për një shoqni të caktuar, ato blina të Se cili ka pas blinin e vet. Blinin e vet të madh, edhe ato blina janë shkatruar tash gjatë rindërtimit të sheshit, gjatë punimeve të sheshit, janë zhduk ata blinat që kanë qenë me qindra vite të vjetra, se nuk është ditë vlera e tyre, kështu që në atë kohë kanë qenë pjesë të shoqnive që mbledhte secili dru edhe është ditë kush ku porin, edhe mandej djemtë edhe vajzat e kanë ditë ku porin shoqnia tyre dhe janë sill me njëri tjetrin, e kanë qyrë ka me hec ma shpesh, ku mu sill ma shpesh e ku mu sill ma rrallë, po si dukuni ka qenë shumë e bukur se dhe ana shumë e mbajnë mend që kanë qenë ato pjesë të bankinave të betonit që kanë mbrojtur atë trakën e gjelbrimit, edhe ku janë ulë edhe familjarët me fëmijë. Edhe unë mbajnë mend edhe mami me babin, për shembull, më kanë marrë në Prishtinë, kanë dalë me shëtit, na kanë marrë edhe neve si fëmijë, jemi ulë, kemi hangër kokica ose misër, edhe kemi kalu një ka qenë kjo, se na kemi pas dyshonin deri në 8, kështu që vishin shoqënia hajde mos apo do me dalë në Korçë. Dhe ka qenë një mënyrë e jetës natyrisht të kohë ka të mirat, po nuk do me dalë nostalgji, po ka qenë një mënyrë e jetës pak më e relaksuar. Do të thonë, këtë qashia, këtë dyqanet, diku ka ora 1-2 kanë mbyll, janë shku në shpek, kanë hongër drek, kanë pushu pak edhe në orën 4, ka qashia prap ka fillu. Tash i kinë disa vende në Zvicër e di që e kanë nevojnë ata, sigurisht ka dhe vende tjera. Edhe në Itali, po. Po që ka e përmet një nora që kanë dalë gjithë, jo vetëm rinia, do të thonë familjet, të gjitha kanë dalë në Korçë. Ka qenë një mënyrë takimit, një mënyrë shumë e lezetshme, dhe
ka qenë shumë interesante që tash nuk po ndodh, është në orën 12 fix vishin 2 kamiona me ato për me pastru rrugët, ato me shpejt. Çdo deta? Çdo natën 12 janar edhe njerëzit kanë lëshu rrugën, Mu pastru rruga. mu pastru rruga edhe veturat kanë fillu me ecë. Sa bukur. Shumë. Do me tonë, prej orës 6 deri në 12, nuk ka kjere. Gjatë ditës ka, që shumë rregull. Bile kur më thanë mu mas pari, mos ja përmendi emrin, thanë po e mbyllim rrugën, thash, se po mbyllim rrugën? Tha po shtetitore, po thash, shtetitore. Jo, po shtetitore është për 6 deri në 12. Tha jo, të nditën. Nuk pe kuptoj pse të nditën me mbylla. Nuk ishte logjik për mu të nditën. Edhe ai renovimi që është bo, kam shumë e folë për atë renovim, po është bo shumë në mënyrë kaotike. Tash e lexova një shkrim që kishte bo një Sarajevës, shkon edhe për këtu të ne, thot kur erdh Austro-Hungaria në Bosnën, se zdia dini që Austro-Hungaria e ka pushtu prej, po më duket me 1878 kur u bë marrëveshja me Berlinit, e ka pushtu Bosnën. Edhe kur ka ardhur Austro-Hungaria në Sarajevo, ka ardhur me 52 inxhiniera edhe eksperta të ndryshëm të lamive të ndryshme. Edhe e ka bo Sarajevën, e ka bo Perëndim. Çka po du me thonë? Për fat keq, qatë rrugën në Terezë, s'ka pas eksperta. I shisha ato të kanalizimeve të hapura, aty bishin gur, bishin drasa, nuk e mbulojshin që mandi ka pas probleme, kanalizimi po mbyllet. Po mbyllet natyrë se ka ra sande që nuk depërtojnë, gur, janë drasa. Jo, kohë të ndryshme që edhe kompetenca e njerëzve nuk ka qenë gjithmonë adekuate për vendet cilat ata i kanë marrë, dhe për fat keq ajo është përkthy në qit kaosin urban që është shkaktuar në Prishtinë pas viteve 2000, do pas 99-s. Ato po i shohim edhe me lagjet e reja, po i shohim probleme që janë për shembull te rruga B, ende te rruga C, po ende pa u ndërtu banesat, nuk ka parkingje, infrastruktura nuk funksionon, kanalizimet po bllokohen, uji nuk ka mjaftueshëm. Domethënë, këtë në këtë pjesë një analize të thellë e cila duhet me u bë paraprakisht para se me u dhënë lejet edhe para se me u ndërtu objektet e reja. Po këtë pjesë më ka shumë me u folë dhe kjo sigurisht duhet të qenë një temë këtë tjetër në cilën nuk dhe me hi. Deshta me thonë edhe këta me përmend, mund kujtohet Prishtina e vjetër, edhe Prishtina e re që e njohim tash, njihet me njëri shumë të madh, Nazmi Mustafa. Nazmi Mustafa ka qenë njëri, unë për vetje, më kujtohet, gati çdo natë ka dalë me shoqen e tij, me gruan, me shetit në për pjesë të ndryshme të Prishtinës. Ai njeri ka dashur Prishtinën. Ai njeri nuk ka kështu qysh me qa me bo diçka për veti ose për dikot. Çka me bo Prishtinën sa më mirë me bo. Edhe, natyrisht që ato pare kanë qenë të Federatës Jugosllave, se na si Kosovë kemi qenë mbrapa mbetur në ish Jugosllavi. Por, ndërtimet që janë bo, zhvillimi urban që o bo me shumë kujdes, me shumë qef, ato sigurisht ka qenë edhe Gjep Luci, jo sigurisht po e dim, kujtohet që ka qenë në atë përpilimin e planet, edhe ka qenë edhe Bashkim Femiu, edhe njerëz me dije, të cilët integritetin e vetë kanë pas. Nëse na po e dim që, për shembull, çarshia e vjetër e Prishtinës është tërzuese, ka qenë motoja komuniste, por rëzojmë djetërën me ndërtu tren, që mund të mu pajtu ose jo, por edhe kur të ndërton, atëherë me pas i farë logjike, me pas i farë se çarshia vjetër zdeja din Prishtina Li, po ndaj trit nuk e din, ka qenë ku është tash kuvendi i Kosovës,
edhe komuna e Prishtinës. Ndërmjet krejt ajo pjesë ka qenë qashia vjetër. Po i shohin në disa fotografi, po kështu nuk e di njerëzit bashkë tamam ku i bjen. Edhe ka qenë një ndër qashit më të mëdha në Ballkan. Ka qenë qashia e mbyllur edhe e hapur. Edhe e hapur. Edhe ka qenë në qatë pjesë. Edhe nese, ato e kanë bërë se kanë dashur me bërë qatë sheshin, qatë trekashin që shpoj i quin përmendorën. Por ata që përdu me thonë, kam pas një sens, kam pas një farë përgjithësie për punën që përbën. Kur po flasim për arkitekta ose për këto profesionin, a kemi edhe norën, do me thonë, me marrë si lloj shembulli që do me thonë ju jeni arkitekte, tash na tregoni më mirë cilat vite i keni përfunduar studimet, po çysh ka qenë çat kohë si femër me studiu arkitekturë? Me studiua arkitekturën, as pari në atë kohë nuk ka qenë shumë e jashtëzakonshme, megjithëse për prindët e mi ka qenë pak e çuditshme se s'kemi pas asnjë arkitekt në familje. Po unë kom ditë prej vitit parë në gjimnaz që po du vetëm arkitekturën studiu, edhe kom studiu arkitekturën. Edhe më kanë përkrahur në dëshirat e mia. Domethënë nuk kanë qenë nuk kanë bë presion me ndru profesionin. Është profesion shumë i bukur edhe është profesion multidisciplinor, i cili me të vërtetë hap diapazonin nëse studion tamam ç'është duhet mirëfillt të hap diapazonin për gjitha aspektet, për aspektet sociale, ekonomike, gjinore, planifikimit, gjithçka ngërthen në veti, edhe art, edhe ndërtimtari. Kështu që si profesion është profesion shumë i bukur, po ato çka më kujtohet, se unë i kom filluar studimet në 1988 edhe pra asaj kohe jam në Prishtinë. Mandej ka qenë interesant se si absolvente ka qenë fillimi domethënë si viteve të 90-ta, kur fillon veç profesorat, se unë prej vitit 3 e kom kryer në sistemin paralel. Deri në vitin e 3 kom qenë në fakultet normal, në Universitetin e Prishtinës, mandej në vitin e 3 veç fillon me na qit prej fakulteteve etj edhe kalum në sistemin paralel. Por nuk e kom ndërprej, e kom vazhdu deri në fund. Te fundi, kur isha absolvente, fillon me i qitë gjithë profesorat prej punës, të përfshi edhe prej të me, edhe motra e Valdetit ishte asistente në atë kohë në fakultet, edhe ajo mbet pa punë, edhe motra tjetër kishte diplomu. Kështu që e bon një iniciativë familjare që me hap byron projektuse, cila është quajtur ProArk. Ajo byro është interesante se është hap 94-ën, domethënë në 1994 na kemi qenë 3 femra arkitekte, të cilat kemi bashkë menaxhu me 2 partnera të cilët kanë qenë ndërtimtar. Edhe Valdeti ka qenë sikur drejtor, na ndihmoi me pjesën juridike, administrative, sepse ky veç e kishte një biznes dhe na ndihmoi shumë me aspektin e biznesit në Prapavi. Na më tamë ka qenë, do të qenë drejtor. Po çka është interesante është që në atë kohë na kemi qenë në një profesion i cili është i konsideruar si profesion i mashkull. Projektet janë bënë për kafe të bukurave. Projektet janë bërë për ty pi raki, ty hangër meze, edhe aty janë marrë vesh me zveti, edhe është prej, edhe që ashtu ka qenë ajo kohë në të cilin kam punu burat. Na ty përfaqësu ProArkun, kemi pas shumë raste kur njerëzit kanë ardhur aty dhe kanë pyet edhe na kanë pa neve 3 femrave, edhe nuk na kanë besu me asnjë projekt. Në shumë raste edhe kanë dalë ose kanë thënë ja keni një inxhinier mashkull. Edhe ndonjëherë kur nuk ishin ndërtimtar bujari dhe fatoni kur nuk ishin aty na u detyroshe me thirr Valdetin hajde ti vetëm me qenë fytyra jon pa si inxhinieri. Se është ky inxhinieri kryesor që më shumë me mbijetu. Ajo nuk do të thonë që kemi bëu ato pse kemi qenë nënçmuar intelektualisht, po thjesht ka qenë adaptim në kushtet e asaj kohe, sepse ti e desh me adaptu nëse duhesh me mbietu në një biznes, duhesh me gjetë mënyrën qysh me u adaptu. Edhe Valdeti ka qenë gjithmonë për krahës, tamam puna, edhe ton kon ka qenë me ne aty, dhe çashtu ka qenë ajo kohë kur kemi mbietu në konat kur na kanë qit prej punave dhe kur nuk dishim ka me ambajt. Kështu që kjo ka qenë një iniciativë shumë e bukur, po e kom shumë të afërt edhe shumë e kom shumë për zemër atë kohë, se ka qenë kohë shumë e rëndë, shumë e vështirë. Edhe aty kom punu në vitin 98, nuk ish punë mjaft me ndërtimtari, se veç filloj me u përkeqësu situata, atëherë unë vazhdova me World Vision. Erdhën organizatet e huaja, sepse me ato ofanzivat e luftës në për fshatra, në për Malishev, Suharek, edhe Rahovec, në qato terene, unë e gjeta një vend të punës nëpërmjet një kushëri, një themi, sepse lypshin inxhiniera në atë kohë shumë, edhe fatë jem që me njëherë kom kalu World Vision dhe kom punu aty.
Mas luftës mandej prap kom vazhdu si arkitekte, edhe kom punu me UNOPS-in, si organizata e pare UN-it me cilën unë e kom punu, edhe kom vazhdu pjesën më të madhe të jetës time, kom punu me UN-in, afër 20 vjet kom punu me organizata të ndryshme, edhe ka qenë shumë periudhe e bukur, periudha e vitit 2000 kur është rindërtu qyteti edhe kur u rindërtu Kosova mas 99-s. Ka qenë kohë shumë intenzive, edhe ka qenë kohë me një solidaritet papam mes njerëzve me rindërtu vendin edhe me punu edhe me tregu edhe para të hujve se kish shumë të huj, do ishim me tregu që na me të vërtet jo vetëm që jemi rezilient edhe që jemi të fuqishëm, rindërtohemi shpejt, por gjithashtu që bëjmë edhe japim prej vetës për qytetin. Edhe një prej projekteve që i kom udhëheq në atë kohë që i kom menaxhu është parku i qytetit në Prishtinë, që është hera e parë kur parku është pastru. Pjesa e lartë me parkut ka qenë krejt deponi, kërkush as nuk e ka di që ekziston diçka prej parkut përveç kësaj pjesës promenadës poshtë, e cila është shfrytzuar për qytetarëve të Prishtinës vazhdimisht, por është edhe pjesa e vertikalës që e lidh atë pjesën e lartë me qytetit, e cila në atë kohë ka qenë deponi. Na i kemi edhe nuk ka qenë e rrethume që edhe 10 tonelata mbeturi na i kemi hek pra aty për mi bë këto rrugë që ekzistojnë tash, domethënë ato unë e kam heq si arkitekte e re, po vitin 94, me vitin 2004, për një arkitekte femër, ka qenë shumë ndryshe. 2014 edhe më mirë, 2024 veç po e shoh ndryshimin në shoqërinë kosovare, kur femnat arkitekte, inxhiniere, në STEM, në shkenca të ndryshme kompjuteristike, po e qajnë botën edhe me të vërtetë është krenarimi pas sa shumë kemi mbrisi shoqëri, edhe çfarë dallimi është edhe në besimin e njerëzve. Domethënë besimin e disa burrave ose njerëzve që s'kan besuar në atë kohë që femna mundet me kry me nder edhe njësoj ose edhe më mirë një punë të cilën e ka kry mashkulli përpara. Atëherë, ju faleminderit të dyve shumë. Jeni të mrekullueshëm. Kishim mujt me vazhdu edhe më shumë edhe këto janë tema shumë, domethënë për disa njerëz edhe nostalgjike edhe të veçanta, po mendoj që më herët nuk më ka ra me dytë, kështu me pas kontakt dhe ta shpeshoj që jeni një çift kështu shumë si puzzle. Kompatibil, tamam si puzzle, kështu që përputheni shumë mirë dhe me të vërtet shumë kënaqësi ka qenë ju pas këtë episod. Faleminderit ty suksese në punën e ardhshme, një iniciativë shumë e mirë për Prishtinën edhe për Prishtinë Alit. Faleminderit Jona, për